Por që ishin audicionet e X Factor Albania, këtë gjë e morën vesh që të gjithë. Producentja, regjisorja dhe shumë konkurrent ishin të pranishëm duke filluar me disa qytete në Kosovë dhe duke përfunduar në Prishtinë. Por ajo që ka neve na intereson më së shumti janë zënkat dhe debatet që ndonjëherë ndodhin brenda dhe bëjnë lajmin jashtë. Për më shumë rreth kësaj, e ndjekim materialin në vazhdim. Dram, stres, rrahje të shpeshta të zemrës dhe shumë lot shohim çdo të diel në X Factor Albania. Dita e 7 e javës në ekranet shqiptare mban vetëm logon e këtij talent show. Të martën dhe të mërkurën, produksioni X Factor Albania zbarkoi në Kosovë për të filluar nuhatjen e talentëve kosovar. Destinacionet e para ishin Gjakova dhe Peja për të përfunduar me audicionin e madh të Kosovës në Prishtinë. Nga 500 veta sa ishin të pranishëm në këtë audicion të Prishtinës, vetëm 14 arritën ta kalonin këtë fazë për të vazhduar në audicionet e jurisë. X Factor Albania është një patent e licencuar nga produksioni MM në krye me Simon Cowell, i cili përpunoi formulën e programit në Amerikë. Ndoshta Shqipërisë në këtë mbledhje do i kumtohet lajmi për ndryshimet e bëra. Ky spektakël ka zbuluar 10 talent në 3 audicionet e mbajtura, nga të cilët shumë pak u pan aktiv në muzikë pas përfundimit të garës. Peng ka mbetur edhe zhdukja nga skena e fituesës së audicionit të dytë. Arilena Ara nuk u pa në asnjë ekran e koncert pas fitores në garen X Factoriane. Në natën finale do ta shikoni Arilenën me këngën e saj të re. Nëse në edicionin e parë fituesi do përfitonte këngën nga Berman Brothers Studio, në edicionin e dytë e të tretë, çmimi për triumfuesin nuk u cek asnjëherë. Çka do i sjell të parit bileta fituese? Ne kemi hapur një studio të re produksioni muzikor për të mbajtur në kupon në ndonë për të mbrojtur të gjithë talentet e X Factor, përfshirë fituesin. Tu na u diskutua edhe për një sherr me Alketa Vesiun, prezantuesen dhe producentin e X Factor Albania. Kjo s'ka ndodhur asnjëherë, neve kemi gjithmonë debate konstruktive sepse produksionet e mëdha nuk mundet mos kenë diskutime konstruktive, po ne jemi mike shumë të mira dhe unë jam shumë e lumtur që Tuna, absolutisht këngëtarja më e suksesshme në momentet është pjesë e panelit tonë. Kështu që këto janë diskutime që i ka gjithmonë showbizi, le t'i ketë sepse janë publiciteti i mirë për X Factorin. I love Tuna edhe she loves me. Jemi shpejt imi sepse X Factori për mua, për klanin, për Verën është sikur me qenë bebja jon dhe ne e mbrojmë gjatë gjithë kohës dhe unë nuk mund të lejoj askënd që dominohet nga mërzia që i sjell humbjat, thot gjëra që godasin produksionin. Ja pres rrugën, qofshin ta konkurrentët apo dikush tjetër që është në pozicionin tuaj provokativ për shembull. Se ju që keni gazetar shumë provokativ, po mua pëlqejnë shumë këto pyetje, jam shumë e përgatitur dhe për këto momente. Amadeo thjesht sa diçka që unë e zbërtheva momentin e caktuar si një fraza për shprehje të jashtë kontekstit. Me largimin e Amadeos në garë mbetën 7 konkurrentë të cilët pretendojnë fitoren e madhe. Njëri nga ta me datë 23 shkurt shpallet kampioni X Factor Albania 3 e për ta zbuluar të parin e edicionit të tretë kemi edhe një muaj kohë.